Mirë, le të flasim për një nga shenjat më treguese të sëmundjes Lyme skuqjen. Tani, jo çdo pikëmbërritje çon në këtë, por nëse e shihni, është një shenjë e madhe. Skuqja quhet erythema migrans, por kjo është thjesht një fjalë e bukur për një zonë të kuqe që përhapet ngadalë. Shumica e njerëzve e përshkruajnë atë si një skuqje në formë shenje qitjeje. Imagjinoni një rreth të kuq, me një copëz më të zbehtë në mes dhe një unazë tjetër rreth saj. Zakonisht shfaqet aty ku ju ka pikuar rriqra, rreth 3 deri në 30 ditë më vonë. Nuk është gjithmonë me kruajtje apo dhimbje, kështu që mund të jetë lehtë të mos e vini re nëse nuk e kërkoni. Por, këtu është pjesa e vështirë, jo të gjithë e marrin atë shenjë klasike qitjeje. Ndonjëherë duket thjesht si një copëz e kuqe, ose mund të jetë pak e fryrë ose e ngrohtë në prekje. Nëse shihni ndonjë skuqje që përhapet, sidomos pasi keni qenë jashtë në zona me bar apo pyje, merreni seriozisht. Madhësia ka rëndësi gjithashtu. Kjo skuqje zakonisht zmathohet gjatë disa ditëve, ndonjëherë duke arritur deri në 30 cm në gjerësi. Kjo është sa madhësia e një pjate darke. Mos harroni, edhe nëse nuk e vini re skuqjen, sëmundja Lyme mund të jetë ende një rrezik. Pra, mbani një sy për simptoma të ngjashme me gripin, lodhje ose dhimbje kyçesh. Keni parë diçka të çuditshme? Mos u panikosni, por shkoni ta kontrolloni. Trajtimi i hershëm bën një ndryshim të madh. Qëndroni të sigurt, kontrolloni veten pas shëtitjeve, dhe nëse keni dyshime, shkoni te mjeku juaj. Këto janë bazat për skuqjen e sëmundjes Lyme. Dini çfarë të kërkoni dhe do të jeni shumë përpara. Faleminderit që ndoqët.